Kreu I integristëve Ali Ahmeti ka komentuar për herë të parë për vendimin e gjykatës kushtetuese që abrogoi nenet e metodologjisë që ndanin popullsinë në rezident dhe jo rezident. Ahmeti mbrojti mbrëm procesin e regjistrimit, duke thënë se gjithçka ishte realizuar në kuadër të marrëveshjes. Rezident dhe jo rezident. I keni ndarë shqiptarët në regjistrimin e fundit? Shqiptarët as kanë qenë të ndarë, as do ndahen ndonjëherë. Është regjistrim në kuadër të gjitha marrëveshjeve dhe standardeve. Mbrojtja me ngulm e regjistrimit në këtë formë nga ana e Ahmetit për vlenin shihet si tradhti. Partitë shqiptare akuzojnë BDI-n se ka kryer aktin më të rënd të tradhtisë me fshirjen e mërgatës nga lista e regjistrimit të popullsisë, duke I trajtuar të njëjtët si jo rezident. Nga koalicioni vlen kërkojnë nga kreu I integristëve që të sqarojë se me pranimin publik të këtij skandali që Ahmeti e quan si në kuadër të marrëveshjes, të tregojnë se për çfarë marrëveshje bëhet fjalë dhe a ishte kjo marrëveshje. Akuzojnë nga vlen për fshirjen e mërgatës shqiptare nga lista zyrtare të regjistrimit. Ali Ahmeti duhet të përgjigjet qartë cila ishte ajo marrëveshje, me kë e ka bërë, në emër të kujt, a ishte kjo marrëveshje për të fshirë mërgatën shqiptare nga regjistrat zyrtar. Nëse po, atëherë duhet të thuhet hapur. Mërgata meriton përgjigje dhe përgjegjësia është e pashmangshme. Vlen do të vazhdojë të ngrejë zërin për të drejtën e çdo shqiptari në vend dhe në diasporë. Mërgata nuk është numër për të fshirë, por zemra që mban gjallë ekonominë dhe shpresën e këtij vendi, thuhet në reagimin e Vlenit në rrjetet sociale. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese për abrogimin e neneve të metodologjisë së regjistrimit, pushteti ka paralajmëruar se nuk përjashtohet shqyrtimi I përgjegjësisë për 2 ish drejtuesit e procesit Apostol Simovski dhe Ilmi Selami.